Për të gjithë ata individa apo familje të pastreha që duan të bleni një shtëpi, Bashkia e Tiranës ka hapur thirrjen për aplikime për kredi të buta, por pjesëmarrja në programin mbështetës kushtëzohet me disa kritere. Janë disa kritere të rëndësishme përpara se të fillohet aplikimi, i cili është me faza. Kriteri i parë ka të bëjë me moshën. Patjetër që ata që do të aplikojnë duhet të jenë mbi moshën 18 vjeç, përparësi kanë të rinjt, çiftet e reja që kanë një moshë deri në 40 vjeç, kanë familjet me më shumë se 4 fëmijë, apo familjet me një prind, apo dhe nënat e divorcuara dhe që kanë fëmijë në ngarkim. Këto janë komuniteti rom egjiptian. Pra nëse aplikanti ka në pronësi një banesë tjetër, pa diskutim që ky është një kusht për të mos ta vazhduar më tej aplikimin për të përfituar nga kreditë e buta. Afati për fazën e parë të aplikimeve ka nisur më 20 prill dhe përfundon më 19 maj, ndërsa kërkesa duhet të plotësohen online përmes portalit e-Albania. Pas përfundimit të kësaj faze, aplikantët do të kalojnë në fazën e dytë, ku kërkohet dorëzimi i dokumentacionit përkatës, për të cilën do të bëhet dhe vlerësimi nga komisioni përgjegjës. Të gjithë aplikantët duhet të jenë të kujdesshëm për kryerjen e aplikimit, i cili do të bëhet pranë portalit qeveritar e-Albania dhe më specifikisht do duhet që të përzgjedhin kërkesë për të përfituar nga programet e strehimit social. Në mbylljen e fazës së parë do të ketë një komision i cili do të vlerësojë ata aplikantë që do të kalojnë në fazën e dytë, që është dhe faza më e rëndësishme, ku kërkohen njësë dokumentash dhe bëhet një vlerësim nga një komision i posaçëm. Të gjithë individët, çiftet e reja apo familjet që përfitojnë nga ky program në varësi të tipologjisë së apartamentit do të marrin një shumë financimi që varion nga 5.8 milion lekë për një garsoniere deri në 13 milion për një apartament 3+1. Përfituesi duhet gjithashtu të plotësojë një kriter të rëndësishëm që lidhet me punësimin dhe pagën. Niveli minimal i të ardhurave duhet të jetë 44.000 lekë në muaj, ndërsa maksimali varion nga 83.000 lekë për një garsoniere deri në 165.000 lekë për një apartament 3+1. Sipas skemës së financimit, përfituesit do të paguajnë deri në normën 3% të interesit së bashku me principalin, ndërsa çdo interes mbi këtë normë do të mbulohet nga Bashkia e Tiranës.